Përshëndetje dashur miq, sërish me një tjetër një dyshe shumë e fuqishme, një dyshe nga Korça. Jemi me djalin Dajko bashkë me Artin. Arti, çfarë ke përzitur sot të sillesh në klasën dhe në studion tonë? Kam parasitur të bëj një tartar salmoni. Tartar salmoni, ke ekzituar parë të pjatë? Po. Okej, super. Pres të çuditëra nga ti dhe shpejtësimi gjithas është një pjatë që bëhet shumë shpejt. Sukses Arti. Dajko, nga krau tjetër, çfarë kemi në recetën tënde? Shoh që kemi orizin para përgatitje, shoh skampi, një nga ato pjatat e detit që kushtësi nuk do të mungojnë në kuzhinat tona. Pak a shumë mënyrën tënde si do të sjellësh? Sot do bëjmë një risotto me kakales dhe tartufë. Me kakales dhe tartufë. Pra, e ke ekzekutuar më parë të pjatë? Po. Okej, shumë mirë. Mund t'i japësh gaz për të bërë të mundur përftimin e recetës tënde, duke na treguar se si do funksionoj dhe pastaj skampit apo dhe procesi përgatitjes së risottos, nga fillimi deri në fund. Vazhdo, Dajko. Ndërkohë shikoj Arti nga krau tjetër që po na pret salmonin nga formati i dur tartar, nga ku do bëj një marinim të lehtë të saj dhe më pas do bëhet dhe prova mbi të gjitha për të arritur dhe shijen për kacë që salmoni do marrë. Shoh që ka përzgjedhur qepën e kuqe, avokadon, limonin, boronicën, pomodorinin, lështryllën. Arti, në dienin tënde, ose më saktë me eksperiencën që ke, pak a shumë të kombinime me salmonin janë të vetmet, apo mund të përzgjedhim edhe produkte të tjera? Përzgjedhim dhe produkte të tjera. E qartë. Pse qepën e kuqe eksaktësisht? I jep një shije ndryshe. Është më e butë, është më e lehtë, Me e lehtë. më e lehtë. Mund të përdorim me vaj cipollina, për ju ata që ndoshta nuk keni qepën e kuqe ose s'keni qep fare, mund të përdorim sasi shumë të vogël të hudhës, gjithmonë do e provuar duke testuar. Të këshilloj të hedhësh pak qep, sepse është duke qenë se është e fortë, nuk mund të rrezikojmë për një sasi të tepërt. Po pak, shumë pak. Shumë pak. Na, e presim një vend. Ndërkohë kalojmë nga krau tjetër, shikojmë skampin. Ka bërë një pastrim të lehtë të saj, duke e çarë në dy pjesë të saj, edhe ka përzgjedhur ta gatuaj bashkë me pjesën e vozhës, pasisht mund të themi. Jo një pastrim 100% duke ngelur vetëm tullin. Mbasi ka valon në kabërdisje, shuhet me verën e bardhë. Mundem? Po. Kalbi. Dhe mbasi ka avulluar vera e bardhë dashur miq, që jemi gati për të shtuar bulionin e peshkut apo ujin, qofse le të themi mund të kemi thjesht ujë. Gjithmonë përgatitjet apo recetat të ndryshme që kemi në restorante përgatiten me buljone. Në qofse nuk do kemi buljone, receta do të ulet pak nga niveli i saj kryesor. Shikoj pak Arti që është në panik, çfarë ka Arti këthe? Çfarë po ndodh? Shumë e mirë. Vazhdo e kombinojmë. Me shumë kujdes, bëjmë të mundur prezantimin e avokados në salmon. Një marinim i lehtë i saj, me shumë kujdes dhe delikat, dhe më pas prezantimin në pjatë. Si po shkon të Dajko? Okej. Mund të ndrosh vëndet, pasi temperatura atje është më e lartë sa temperatura fillestare që fillim. Kontrollojmë për sa i përket kripës, është shumë e rëndësishme. E pasere duke trazuar. Okej, pasha. Ndërkohë gjithherë që siç kemi praktikuar edhe në orën e mësimit, duke shtuar gradualisht nga pak të akështirë, që të rasti të jetë buljoni ose të jetë shumë. Trazoj. Ndërkohë që punohet, pastrohet dhe vendi punës, pasi në këtë mënyrë do vlerësohen dhe studentët tanë, jo vetëm për sa i përket shijes së pjatës, por do vlerësohen mbi të gjitha dhe mënyrën se si ajo prezantohet te klienti, pasi është shumë e rëndësishme që një produkt përveç se të dalë i shijshëm, por të dalë dhe i pastër në anën e higjienës. Shohim që Arti po përfundon disi pjatën e vet, nga ku e ka marinuar produktin e salmonit.
Për të bërë një tartar dashur miq, nuk do duhet më shumë se 80 gram produkt dhe me produkte të tjera të kombinuara maksimum 100 gram. Dhe të arrijmë të fillojmë të shijojmë një tartar apo një antipas të ftohtë në mënyrën e dur. Pasi është një pjatë që vërteton shumë mirë hapjen e oreksit dhe për të shijuar pjatat e tjera që vinë pas kësaj. Me shumë kujdes e hapin, perfekte në prezantim. Dhe tani të përgëzoj Arti për mënyrën e demonstrimit të saj në pjatë, një pjatë e bardhë, një produkt i vendosur me delikatesë shumë të madhe. Vetë të vendose dhe broni, se nuk është problem. Disa fje kopri. Kjo është dashur miq, pjata që Arti ka demonstruar për ju, një antipast e ftohtë tartar salmoni, e kombinuar me avokado dhe me tartuf. Faleminderit. Arti, përgëzime të pjata që më solle, gjet për të provuar. Shikojmë tek ekrani tjetër, dajmë një pjatë e ngrohtë, një pjatë e ngrohtë. Arti del në kamerë aty. Nga zëri, s'ka që, thjesht pastromon. Është një pjatë e ngrohtë Arti, Dajko më falni, dhe në lidhje me pjesën e përfundimit të saj, dështojmë dhe një lugë tartuf për t'i dhënë një shije akoma dhe më potente pjatës, dhe më pas prezantimi i saj në për të shijuar. Pak ka duan dhe montish. Kemi pjatën gati. Në kohë pastrojmë dhe vendin e punës. Vendosja shumë e bukur e skampit, pra në heqja e përpara. Rregullimi i saj sa i përket shijes. Është okay? Po ta ndjesh dhe aromën që ka lëshuar tartufi, në pa është potente. Kemi deri përfundimin për shtypjen, pasi baza orizit është përgatitur më parë. Është rregulluar me krem, e ke provuar? Ja me dashur miq, një risotto me scampi dhe tartuf. Një pjatë tok det. Faqe dhe pak. Marrëm të një lugë shërbimi, bëjmë prezantimin në pjatë. Kjo pjatë është okay? Në rregull?
Është momenti dashur miq për provuar dy pjatat e dy djemta nga Korça, në këtë rast po provoj orizin. Fillimisht është atent, siç e mësuar dhe gjatë prezantimit të orës së mësimit në klasë, gjatë praktikës, shoqë ka marrë shijen e tokës, ka të shijen e devin të rrasë është kampi, kripa është në rregull, tako, orizin. Shikojmë salmonin. Ja dhe pse kisha goxha pikë të dobët të dhe pjate, nuk tentova shumë nga risotto, por që do provoj tashmë salmon. Është shumë e mirë, por kripa duhet të ishte më e shfaqur, pra më dominuese, dhe lëngu i limon, pra marinimi të jetë dominant. Në këtë mënyrë mund të kemi risk për shumë persona që duan produktin të marinit. Qartë? Gjithsesi është shumë e shijshme dhe kombinimi shumë i veçantë. Faleminderit.